Miroslav Lajçak po largohet nga posti I këshilltarit të kryeministrit slovak pasi emri I tij u përmend sërish në dokumentet e lidhura me Jeffrey Epstein. Robert Fico ka konfirmuar se do ta pranojë dorëheqjen e tij. Pikërisht Miroslav Lajçak ishte ndërmjetësuesi I dialogut Kosov-Serbi. Për këtë gazetari Ismail Muqiqi kritikon diplomatët evropian dhe amerikan, duke I akuzuar për keq menaxhimin e procesit të Kosovës, e duke thënë se ata shpesh kanë favorizuar Serbinë. Sipas tij, mungesa e integritetit të tyre po vërtetohet sot edhe përmes skandaleve dhe keqpërdorimeve të fondeve të BE-s. Koha po dëshmon se fati I Kosovës, proceset e saj integruese në BE, si dhe dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, janë menaxhuar për vite me radhë nga diplomat që nuk ishin as të denj dhe as të besueshëm për të zgjidhur një çështje kaq të ndjeshme dhe komplekse. Është me rëndësi të theksohet se një pjesë e këtyre diplomatëve, duke filluar nga Escobar, Mogherini, Lajçak dhe disa prej asistentëve të tyre, në emër të diplomacisë europiane, her pas here dhe asaj amerikane, erdhën në Kosovë me një qasje që shpesh I shërbeu Serbisë agresore, e cila I shkaktoi Ballkanit 4 luftëra shkatërruese. Këta diplomat nuk kishin dinjitet dhe integritet të mjaftueshëm profesional. Sot kjo po dëshmohet edhe përmes aferave dhe skandaleve që kanë shpërthyer lidhur me veprimtarinë e tyre politike, përfshirë edhe keqpërdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian, thot ai. Muqiqi akuzon Mogherini dhe Lajçakun për qasjen e njëanshme në dialogun Kosov-Serbi, duke thënë se ata favorizuan Beogradin dhe dëmtuan interesat e Kosovës, ndërsa sot po përballen edhe me skandale që cënojnë kredibilitetin e tyre. Ish diplomatja e BE-s, Federica Mogherini, ishte ajo që për vite me radhë mbajti peng dialogun Kosov-Serbi përmes oportunizmit, hileve diplomatike dhe qëndrimeve të njëanshme, të cilat në shumë raste favorizuan Vučićin dhe qeverinë e Serbisë. Ashtu edhe ish diplomati Miroslav Lajçak po përballet me afera dhe skandale që rëndojnë mbi figurën e tij publike. Gjatë procesit të dialogut, ai haptazi u përcaktua si I njëanshëm, duke mbajtur qëndrime që e vendosnin Beogradin në pozitë të favorshme ndaj Prishtinës. Këto janë vetëm disa nga faktet dhe argumentet që dëshmojnë se historikisht fuqitë e mëdha përmes përfaqësuesve të tyre diplomatik shpesh e kanë dëmtuar Kosovën dhe në përgjithësi fatin e kombit shqiptar, deklaron ai. Sipas Muqiqit, zhvillimet e fundit tregojnë se Albin Kurti kishte të drejtë në qëndrimin e tij parimor, ndërsa kritika ndaj qeverisë nga media dhe pseudo-analistë rezultojnë të babazuara. Nëse I rikthehemi presioneve diplomatike dhe mënyrës se si u zhvillua dialogu në ndërmjetësimin e këtyre figurave, del qartë se kryeministri Albin Kurti kishte të drejtë në qëndrimin e tij të ashpër dhe parimor në mbrojtje të interesave të shtetit dhe popullit të Kosovës. Ngjarjet e fundit dhe aferat që po dalin në dritë I demantojnë edhe qëndrimet e portaleve, mediave dhe televizioneve private, si dhe të pseudo-analistëve e opinionistëve në Kosovë, të cilët për javë, muaj e vite me radhë e akuzuan qeverinë e Kosovës dhe Albin Kurtin se gjoja janë kundër Bashkimit Evropian dhe kundër Amerikës.